Ja, këtu nga ka nërë vizit shokët e Naitit. Sa Gjermoni në Nait? Non. Selamia për nga spjegon pak. Selami kryetari, këta Gjermon janë shokët Naitit apo... Këta janë shokët Naitit, janë vullnetarë që kanë ardhur dhe veteranët e futbollit. Një ekip që Naiti me shok atje ka me shqiptarë të tjerë nga Malisheva edhe nga vizët e tjera të Kosovës, ku luajnë futboll me aktivitete humanitare dhe ndihmojnë edhe fëmijëve, gjeneratave të reja që të largohen nga rrugë të këqija e të merren më mirë me sport. Kështu që këta sot e kanë vizituar edhe muzeun. Au dajtën të knaqën krushe? Ishin shumë të knaqën me mikpritin me gjitha edhe vërtet vije keq duke u pa lotët në sy në muze duke i ndëgju përjetimet e familjeve gjithësisht të Krushës së Madhe. Kështu që i falenderojmë përzemërsisht edhe zotin Naip Gashi që është një ndër ambasadorët më të mirë të fshatit në Perëndim dhe shpresojmë që edhe të tjerët të sjellin miq e shok dhe ta vizitojnë Krushën edhe Kosovën, të njihen më mirë dhe të krijojmë miqësi të reja duke i falendëruar gjithmonë popujt miq për atë çfarë kanë bërë për Kosovën dhe lirinë e saj që sot e gëzojmë. Faleminderit kryetar. Faleminderit gjithë. Tash vazhdojmë drejt shtëpisë Muzeu Kshinhotit, pasi u përshëndeta me Gjermon, këtu i kam kolegët e punës nga RTK-ja, Fisnik Dërgutin, RTK arkivi që e keni pa, Blerim Rëhanin edhe Shkodranin. Shikoj qërë fis fa shkrimit bukur ka pas. Që shkrimi tina tull. Shkrimi tia? Po, shkrimi tina që e dashë mëtër. Qa shkrimi, ja? Fisjam arkiv, ka më thonë diçka surprizë të Kshinhotit që ndodhet në arkiv TVP-s. Ta shohim tash. Fis, çfarë ndjenja është me vizitu shtëpinë e Kshinhotit, që sot është muze? Na kemi dëgju shumë për Kshinhotin, natyrisht kemi lexu veprat tina, kemi pa veprimtarinë e tina gjatë viteve të hershme, të kyçuna në ilegale dhe natyrisht edhe në veprimtarinë për çështjen e Kosovës. Dhe ta jep një emocion të jashtëzakonshëm kur ti shikon gjitha këto gjëra të cilat i ka përdorur ai vet. E aq më shumë një është krenar që ka pas burra në vaj si Kshinhoti për mi dalë zot këtij veni. Në fakt edhe Krusha do të mundi krenar me një burrë që ka pas si Kshinhoti. Krusha madhe ka vonë gjithmonë shumë njerëz, edhe luftën e fundit i ka kushtuar shumë, por krenaria e këtij vendi është ky burr i madh që ka pas Kosova. Faleminderit. Tash po vazhdojmë Morreza, ku do him muzet masakrës. Ciceroni për na frejti fon Armadani. Fis, i dëgjove rrëfimet, a?